Shoqata për kulturë dhe art tradita nga Tetova në Teqen Harabati Baba Tetov organizoi edicionin e 9 me radhë të manifestimit kulturor Lidhja në Bashkon. Kjo veprimtari kulturore u realizua në përkujtim të 144 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në shënimin e kësaj ngjarje me rëndësi historike, morën pjesë veprimtar të kulturës, adhurues të artit poetik, të artit figurativ, punonjës të arsimit dhe ulëmtues shkencor. Kryetari i Shoqatës për Kulturë dhe Art Tradita, Selam Sulejmani, në fjalën e tij të hapjes së manifestimit u shpreh se bashkë me anëtarët e shoqatës angazhohen që agjendën dhe funksionimin e këtij asociacioni të bazojnë në rregulla, në profesionalizëm, si dhe në funksion të afërmimit të kulturës shqiptare. Ai po ashtu ushtoi se falë këtyre përcaktimeve, shumë prej nesh u bashkuan rreth manifestimit Lidhja na Bashkon. Duke u referuar 10 qershorit, njërës prej datave më të rëndësishme të historisë sonë gjithkombëtare, kryetari i Shoqatës Tradita shtoi se sot e shënojmë bashkërisht 144 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, lëvizjes së parë shqiptare të organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake që prej kohës lavdishme të herojt tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Lidhja shqiptare e Prizrenit më 10 qershor 1878, pra para 144 vitesh, mblodhi intelektualet shqiptar, ushtarakët shqiptar nga 4 vilajetet e Shqipërisë, siç kanë qenë Manastiri, Janina, Kosova dhe Shkodra, të nxitur nga kjo përmasë shumë pozitive gjithkombëtare, ne manifestimin para 9 vitesh e kemi emëruar Lidhja na Bashkon. Kur themi lidhja shqiptare e Prizrenit, tek opinioni publik dominon dhe nënkuptohet organizimi ushtarak, por lidhja shqiptare e Prizrenit ka pasur edhe rolin e saj kulturor, arsimor e shkencor. Në të kanë marrë pjesë edhe shkrimtarë të njohur, siç ka qenë Pashko Vasa, pastaj Jani Vreto, Abdyl Frashëri, Naim Frashëri e shumë intelektual të tjerë. Këtë kulturë përbashkimi, këtë kulturë që ka për rol për hapjen dhe kujdesin dhe kulturës shqiptare, jemi munduar të bartim edhe të Shoqata për Kulturë dhe Art Tradita dhe besoj ja kemi arritur. Për rëndësinë e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe për rolin e saj historik para pjesëmarrësve e paraqiti referatin tematik historiani i njohur Nebi Dervishi. Sipas tij, 10 qershori i vitit 1878 përbën një nga momentet kulmore në kthes në historinë e lëvizjes kombëtare çlirimtare shqiptare, ku mbar populli ynë u hodh në rrugën e guximshme për të flakur zgjedhjen e huaj dhe për të siguruar të drejtën e tij themelore për liri e tokë, për drejtësi e përparim. Profesor Xhelal Zejneli, kryetari i komisionit për ndarjen e çmimit kombëtar Ali Vishko, e paraqiti vlerësimin dhe arsyetimin e komisionit që përfaqëson ai. Ky çmim për vitin 2022 për kontribut të veçantë në zhvillimin e kulturës, në kultivimin e traditave adetare të gjuhës të historisë, si dhe për kushtimin e arritjen e aspiratave kombëtare, ju nda Teqes Harabati Baba Tetov, bëri të ditur Zejneli. Në edicionin e 9 të manifestimit kulturor Lidhja na Bashkon, u realizua edhe një program i pasur letrar artistik, me çrast u deklaruan poezi të rilindës vetan dhe u interpretuan pika muzikore.